Sot edhe nata është fajme, sepse dhe ata duket se përshuajnë ditën nga mërësia dhe respekti që kanë për ju. Jeni larguar nga kjo botë, por drita juaj nuk do të quhet kurrë në mendjet dhe zemrat tona. Ishte një vlerë e madhe, një orëfyes i diturisë dhe një frymëzim për çdo nxënës që pati fatin të mësonte prej jush. Ju nuk ishit vetëm një mësues i historisë, por një njeri i madh që jetonte me pasionin e misionin e tij. Çdo nxënës që pati fatin t'ju dëgjonte, jo vetëm që mësoi për ngjarje të mëdha historike, por edhe mori këshilla të vyera për jetën. Mësimet tuaja ishin më shumë se sa fakte dhe data. Ato ishin udhëfyes për të kuptuar të kaluarën, për ndërtuar të tashmen dhe ndërruar një të ardhmen më të ngritur. Ju kishit një zemër të bardhë dhe të pastër si deti, një shpirt të mbushur me dashuri dhe përkushtim ndaj arsimit dhe të rinjve. Ishit motivim dhe frymëzim për çdo nxënës, duke na shtyrë të punonin fort, të mos dorëzoheshin kurrë dhe të kërkonin gjithmonë dije dhe të vërtetën. Ishit një model i karakterit të fortë, të drejtë dhe human. Me një përkushtim të pashoq, punonit për të mbjellë dije dhe moral, duke i dhënë shoqërisë individ të edukuar dhe të ngritur. Kosova sot humbi një shpërndarës të dijes, një udhëheqës shpirtëror dhe një njeri që deshi arsimin me gjithë zemër. Humbëm një njeri që dinte ta dallonte vlerat e vërteta dhe punoi me shpirt për një të ardhmen më të mirë. Ne, nxënësit tuaj, humbëm jo vetëm një mësues, por një mentor, një mbështetës dhe një mik. Sot është një ditë e trishtuar, sepse ylli i shëndetshëm është shuar. Por drita juaj do të vazhdojë të jetojë në zemrat dhe mendjet tona, në brezat që i keni formuar dhe mësimet që na i keni lënë. Lam të mirë, profesor. Do të mbeteni gjithmonë pjesë e kujtimeve tona më të bukura, një burim frymëzimi përjetësisht. Pushoni paqe. Dhe ngushëllimi familjes.